Ndërkohë, 16 vjeçari që u plagos nga përplasja e 2 motorëve të ujit në plazhin e Llamanit në Himar mbetet ende në gjendje kritike për jetën në spitalin e traumës. Pronari i jet skive do të hetohet për shkeljen e rregullave. Tragjedi në Bregdet, pasi një 16 vjeçar është në gjendje kritike për jetën pasi u godit nga një jet ski, teksa ishte duke notuar në det. Ngjarja ka ndodhur në plazhin e Llamanit, kur 2 adoleshent ishin duke luajtur. I mituri me iniciale KG u soll me helikopter në Tiranë, por për shkak të situatës së rënduar, mbahet nën kontroll intensiv në përpjekje për ta mbajtur në jetë. I plagosur nga manovrat e rrezikshme me mjetin lundrues, mbeti edhe një tjetër shok i tij, pikërisht 17 vjeçari me iniciale DK, por është jashtë rrezikut për jetën. Mësohet se ai ka marrë plagë të lehta në këmbë. Nga hetimet ka rezultuar se ishin 4 të rinj, shok me njëri tjetrin, me një jet ski duke luajtur me njëri tjetrin, kur situata ka dalë jashtë kontrollit, duke plagosur rënd njërin prej tyre. Gjatë manovrave në det, dyshohet se aksidentalisht 2 mjetet lundruese janë përplasur me njëri tjetrin dhe përpasoj është dëmtuar drejtuesi i njërit prej mjeteve jet ski, shtetasi me iniciale KG dhe pasagjeri, shtetasi me iniciale DK, 17 vjeç. Burimet ndërkohë thonë se pronari i mjeteve ujore është shoqëruar për shkelje të rregullave, pasi u ka dhënë jet ski personave të mitur, që sipas ligjit është ndaluar. Ndërkohë 5 persona mbeten të lënduar në plazhin e Drimadhas së Himarës pas shpërthimit të një bidoni me 28 litra benzinë në skafin me të cilin po bënin xhiro në det. 4 persona ishin pushues nga Kosova, ndërsa i 5 drejtuesi i mjetit ujor. Mjeti lundrues, i cili është në pronësi të një kompanie turistike, sapo kishte dalë në det nga korridori ujor i miratuar, ku ndodhi shpërthimi i bidonit me benzinë, i cili mendohet të ketë ardhur si pasojë e vakumit dhe nxehtësisë së krijuar. Ata morën ndihmën e parë në spitalin e Vlorës dhe mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën. 2 aksidentet e sotme janë ndër më të rëndët të shënuar këtë verë në brigjet shqiptare, ku vitin e kaluar ngjarje të ngjashme ka shkaktuar edhe viktima.